Një sherrë mes kushërinjve për tokën në Selisht të Dibrës ka bërë bashkë të gjitha institucionet, të cilat ende nuk kanë mundur t'i japin asnjë zgjidhje. Rifat Muça ka bërë disa kallëzime në prokurori duke akuzuar kushërinjtë e tij Sefedin Muça dhe Fiqeri Muça, ky i fundit edhe kreu i njësisë administrative Selisht, se i kanë marrë tokën e babait. Një pronjë që vërteton edhe nga një dokument i lëshuar nga Këshilli i Qarkut Dibër në emër të babait të Rifatit. Por kushërinjtë e tij për shkak të lidhjes me pushtetin dhe njëri tyre duke qenë administratori i njësisë, jo vetëm që ja kanë marrë dhe por madje edhe kanë ndërtuar pa leje në këtë tokë. Administratori i njësisë administrative Selisht Fiqeri Muça dhe dikushit e tij Sefedin Muça dhe Rushdi Muça zhvillojnë aktivitet të paligjshëm. Njërën tokë ne e kemi të përbashkët për varresat dhe në tokën ku e kam vetëm pjesën time, Sefedin Muça ka ngrit një lokal, ajo është një tokë pa vlerë, por është amanet i babës tim. Fiqeri Muça ka ndikuar ke kjo pronë duke dhënë dhe dokument që nuk ka pronë në Selisht Rifat Muça. Unë jam mundu të gjej mirëkuptim me kushrit e mi, pa u drejtuar organeve kompetente, unë kur nuk e gjeta. Rasti në fjalë është i investiguar nga emisioni Piranjat, ku ka zbuluar se Fiqeri Muça, kreu i njësisë administrative Selisht, përveç se ka ndërtuar pa leje, është akuzuar dhe gjobitur edhe për prerjen e palishme të drurve, të cilët më pas i shiste. Sefedin Muça, duke pas prekrajnë e kushrit ti, kryetar një njësit administrative Selisht, ato bashkarisht shkatrojnë pyjet, atje nuk paguajnë taksa. Pavarësisht se ishte gjobitur nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Dibër për ndërtimet pa leje nuk kishte marrë asnjë mas, pasi sipas bashkisë, Fiqeri Muça ka përfituar nga amnistia e bërë para zgjedhjeve nga qeveria dhe kështu nuk kishte çfarë të paguante, ndërkohë që ai vijon të jetë në paligjshmëri. Bashkia për kë ju ka gjobitur juve? Me disa milionë. Për ndërtesën e vogël. Edhe për gatrën. Për çka bëni sa ndërtesë? Si ka mundësi që për shembull për të funksionon ligji? Po, fatim. Paçim fatin e Fiqeriut pra. Prerja e paligjshme e pyjeve dhe ndërtimi i paligjshëm. Ja, tjetër punë kjo. Si mundet që një njeri që duhet të jetë shembull i zbatimit të ligjit të presë pyje? Ndërsa letrat thon po. Në këto kushte Piranjat shkuan të takojnë vetë shefin e Fiqeriut, kreun e Bashkisë Dibër, Rahim Spajhiu, i cili nuk dha asnjë zgjidhje konkrete përveç se u fut tek zyra më afër dhe u mbyll brenda. E dini që kreu i njësisë administrative jo vetëm që ka ndërtuar pa leje, ka prerë edhe pyjet. Të lutem. Se nuk është ndërtuar vendimi për gjë. Të lutem informacion me shkrimet e tua sjellim. E keni favorizuar informacion me shkrim, të lutem. Të lutem informacion me shkrim. S'kam me shkrim, të lutem informacion. Përpos kësaj, ai akuzohet edhe për nxitje të konfliktit. Të lutem informacion me shkrim. Është favorizuar kreu i njësisë administrative. Të lutem informacion me shkrim. Mos e prek kamrë. Të lutem informacion me shkrim. Të lutem informacion me shkrim. Pavarësisht se është fakt se shkelu ligji dhe ka dy akuza ndaj njeriut që duhet të jetë gardiani i mbrojtjes së ligjit si funksionar publik, Bashkia e Dibrës hesht duke u bërë palë me paligjshmërinë.